Faleminderit deputet. Për çështjen e kontrollës për operatorin ekonomik, unë emrin nuk ja di, po mundi me bë kërkesë për çështjen dokumente zyrtare te ministria dhe unë ju siguroj që do t'i marrni komplet, për shkak se ato janë dokumente publike dhe mundi me i po komplet. Sa i përket rrugës Jari Mitrovic, është kontraktuar për një operator ekonomik që ka realizuar riparimin e gropave në vazhdimsi sipas nevojave të paraqitura në terren. Megjithatë, është me rëndësi me u cek që gjatë periudhës dimrore vitit 2025-26 shtresa e asfaltit ka pasur degradime të reja edhe të shumta. Këto dëmtime janë identifikuar dhe me fillimin e sezonit veror kanë filluar punimet për rehabilitimin e rrugës, duke përfshirë hapjen e kanaleve, pastrimin e rregullave dhe skajoreve të ngritura, si dhe largimin e materialeve të eroduara. Prej menaxherit kontrollës mu mi ka dhënë edhe fotografit që kanë realizuar pro sanimin e gropave në atë rrugë, i kam me veti nëse duhen, po këto janë si dëshmi që është intervenu në atë pjesë për shkak se jam interesu për me po nëse janë t'i bo punë si parashihet me kontroll. Këto aktivitete për sanimin do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, zbashku me realizimin e pozicioneve të tjera që janë të nevojshme. Soi përket rrugës rajonale Dren Bello Bërdo, edhe kjo rrugë është pjesë që parashihet të nënshtrohet sanimeve të nevojshme për problemet ekzistuese, që veçse administrata i ka adresuar me operatorin ekonomik që është përgjegjës për mirëmbajtjen e saj. Soi përket sinjalizimit rrugor, Ministria e Infrastrukturës ka kontrolla të veçanta për këtë shërbim dhe ne kemi vendosur sinjalistik në akset rrugore sipas nevojës në këtë Republikën e Kosovës, por gjithashtu edhe në veriun e vendit. Megjithatë, nëse ju keni ndonjë vërejtje konkrete për ndonjë lokacion specifik, mund ta adresoni dhe ne do ta shqyrtojmë. Për rrugën Dren Bello Bërda, sinjalistika parashihet të vendoset vetëm pas rehabilitimit të rrugës. Faleminderit.